Të fundit politike, duke se ka të synuar dhe Europën, dhe aq më keq, vendin tonë të vogël, Shqipërinë. Rajoni Ballkanit dhe veçanërisht Shqipëria janë përfshirë në një valë shqetësimi pas raportimeve që vijnë nga media azerbajxhanse kaliber, e cila bën me dije se Irani po shqyrton seriozisht mundësinë e një sulmi shtarak ndaj kampit Ashraf 3 në Manz. Ky lajm ka marrë dhënë pasi shërbimi që shtyp i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike ka lëshuar deklarata kërcënuese përmes kanaleve zyrtare në Telegram, ku theksohet se Teherani nuk e kufizon me veprimtarinë e tij kundër kundërshtarëve brenda një hapësire të caktuar gjeografike. Sipas autoriteteve iraniane, antarët e organizatës Mujahedin të popullit të Iranit, të cilët ata e indikojnë si Monaqefin, janë të përfshirë në aktivitete rrezikshme armiqësore që kërkojnë ndërhyrje të drejtpërdrejtë, qoftë edhe mijëra kilometra larg kufive të tyre. Referenca që mediat bëjnë ndaj sulmeve të fundit iraniane mbi objektiva në Kipro tregon për një rritje të kapaciteteve operacionale të Teheranit, duke krijuar një precedent të rrezikshëm për sigurinë evropiane. Megjithatë, ekspertët e sigurisë ndërkombëtare theksojnë se një skenar i tillë në territorin shqiptar mbetet jashtëzakonisht i vështirë për të realizuar në aspektin teknik dhe ushtarak. Çdo përpjekje për të dërguar raketa apo drone në Shqipërisë të kërkonte fluturim mbi hapësirën ajrore të Turqisë ose përmes MSD, zonë të cilat janë në monitoring në rreth të flotës së 6 të shërbave dhe sistemeve të integruara të mbrojtjes ajrore të NATO-s. Një lëvizje e tillë nga Irani do të interpretohet menjëherë si një akt lufte jo vetëm ndaj Tiranës, por ndaj gjithë aleancës atletikut të veriut, duke aktivizuar në N5 të mbrojtjes kolektive. Prej vitit 2013, rreth 3000 antarë të Mekut janë shtruar në kompleksin e fortifikuar në Manz, pasi marrëveshje humanitare të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara për të larguar ata nga rreziku i zgjesimit. Kjo organizatë e themeluar në 1965 me Partia Islamike Socialiste ka një histori të gjatë dhe kontroverse për plasje me regjimin e ajatollahëve. Po ju çfarë mendimi keni? A mendoni se Shqipëria mund të përfshihet në luftë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbuar një video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.